Përshëndetje të nderuar teleshikues, unë jam Flutura Kasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Pak muaj pas nisjes së mandatit të ri, kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një rikonstruktim të gjerë të ekipit qeveritar. Ndryshimet prekin poste kyçe si zëvendës kryeministrja, infrastruktura, rendi, diplomacia dhe mbrojtja. Emrat e rinj pritet të dekretohen nga presidenti dhe më pas të votohen në kuvend. Qeveria hyn në një fazë të re riformatimi, me disa lëvizje të rëndësishme në nivelet më të larta drejtuese. Në përmbyllje të një mbledhjeje të gjatë mes kabinetit dhe grupit parlamentar socialist, kryeministri shpalli një paket ndryshimesh që synojnë, sipas tij, rritjen e efikasitetit dhe forcimin e drejtimit politik në sektor strategjik. Një nga vendimet më të spikatura lidhet me largimin nga posti të Belinda Balluku. Drejtimi i zëvendës kryeministrisë i është besuar Albana Koçiu, e cila deri tani mbante përgjegjësinë e Ministrisë së Brendshme. Ndërkohë, drejtimi infrastrukturës dhe energjisë i kalon Enea Karakaçi, i njohur për eksperiencën e tij në menaxhimin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke ardhur nga një rol teknik drejt një pozicioni politik. Edhe diplomacia pëson ndryshim kursi. Elisa Spiropali largohet nga qeveria për t'u rikthyer vetëm rolit të deputetes, ndërsa përfaqësimi i jashtëm i vendit do t'i besohet Ferit Hoxha, aktualisht ambasador pranë Bashkimit Evropian. Në Ministrinë e Brendshme emërohet Besfort Lamallari, një figurë me përvojë të gjatë në këtë institucion, ndërsa posti i ministrit të drejtësisë i kalon Toni Gogu. Për marrëdhëniet me parlamentin, është përzgjedhur deputetja Eriona Ismaili. Ndryshime ka edhe në fushën e sigurisë kombëtare. Piro Vengu largohet nga detyra e ministrit të mbrojtjes, ndërsa vendin e tij do ta marrë Ermal Nufi, i cili ka shërbyer më herët në strukturat e kryeministrisë. Të gjitha këto lëvizje pritet të ndjekin procedurën kushtetuese. Fillimisht dekretimin nga presidenti i Republikës dhe më pas miratimin me vot në kuvend. Vetëm pas betimit zyrtar, ministrat e rinj do të marrin detyrat përkatëse, duke shënuar kështu nisjen e një etape të re për kabinetin qeveritar. Ish-ministrja e jashtme Elisa Spiropali shprehet për herë të parë pas vendimit të kryeministrit Edi Rama për largimin e saj nga kabineti qeveritar. Ajo e konsideron këtë fund detyre, por jo një rrugtim të saj në politik. Ish-ministrja e jashtme Elisa Spiropali shprehet për herë të parë pas vendimit të kryeministrit Edi Rama për largimin e saj nga kabineti qeveritar. Në një postim në Facebook, Spiropali nënvizoi se mirënjohja ndaj Partisë Socialiste dhe kryeministrit Rama mbetet e pandryshuar për besimin dhe mbështetjen që janë dhënë gjatë viteve. Jam mirënjohës së Partisë Socialiste dhe kryeministrit për besimin e dhënë ndër vite, sepse mirënjohja është kulturë politike dhe jo nënshtrim personal. Vendimet politike janë pjesë e një vizioni më të gjerë dhe si të tilla respektohen, por historia personale e secilit prej nesh nuk matet me kozgjatjen e një mandati, as me fuqinë e përkohshme politike, por me gjurmën që lë në kulturën politike dhe morale të vendit. Largimi i beft nga puna është vendim politik i Edi Ramës dhe si i tillë do të respektohet, por ajo nënvizoi edhe kontributin e saj në drejtim të diplomacisë shqiptare. Dje përfundoi një detyrë, por jo një rrugëtim. Nga koha kur rilindasit kërkonin dritë në Europë, te vendimi historik për antarësimin në NATO dhe rruga drejt Bashkimit Evropian, projekti ynë kombëtar ka qenë gjithmonë projekt për të bërë pjesë e qytetërimit politik që ndërtoi shtetin e së drejtës, dinjitetin institucional dhe njerëzor. Në këtë kuptim, detyra ime si ministre e jashtme nuk ishte thjesht funksion, por vazhdimi një narrative historike që e sheh Shqipërinë si pjesë të pandashme të perëndimit politik. Largimi nga detyra e ministres për të nuk është tërheqje nga politika, por vazhdimi me pozicionin e parlamentares. Sinkron Spiropali. Shqipëria është më e rëndësishme se çdo rol dhe partia është më e rëndësishme se çdo individ, por dinjiteti personal mbetet themeli mbi të cilin ndërtohet çdo shërbim publik i ndershëm dhe i qëndrueshëm. Në këtë kuptim, për mua përfundimi i një detyre nuk është tërheqje, por vazhdimi i angazhimit me të njëjtën bindje dhe të njëjtën përgjegjësi. Mesazhet tuaja më të shumta në largim, se në marrjen e detyrës, ma përforcojnë detyrimin dhe vendosmërinë për të dhënë më shumë, sepse pozicionet janë kalimtare, ndërsa gjurma është zgjedhje e vetëdijshme. Vetëm një ditë pasi u njoftua për shkarkimin nga kabineti, ministri i mbrojtjes Piro Vengu mori pjesë në një aktivitet ushtarak në Zallher. Ai ishte krah diplomates amerikane Nancy Van Horn, në të cilën mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të sistemeve raketore për forcën toksore. Të dy vlerësuan partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Në një moment që përkoi me fundin e mandatit të tij në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, Piro Vengu u shfaq publikisht në komandën e forcës toksore në Zall Her, ku u zhvillua ceremonia e marrjes në dorëzim të sistemeve moderne antitank Javelin, pjesë e bashkëpunimit dypalësh me Shtetet e Bashkuara. E ngarkuara me punë e SHBA-ve Nancy Van Horn, e cilësoi Vengun si një partner të besueshëm të Washingtonit, duke theksuar se rritja e investimeve në siguri është një garanci për të ardhmen dhe se bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet i fortë. Është vërtet kënaqësi në fakt që në këtë moment tranzitimi të detyrës time të mund të linim këtë shenjë sot së bashku me partnerët tanë amerikan. Sot dorëzojmë në forcën toksore sistemin Javelin në tërësinë e këtij komponenti të porositur prej vitesh dhe pjesë e një bashkëpunimi të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Ky sistem nuk është thjesht një simbol force dhe kapaciteti, do thoya unë, është dhe një mesazh qartësie strategjike. Luks është një shtyllë e shtetit dhe një kusht ekzistence për një shtet serioz që dëshiron të jetë një hallkë fort në të gjitha proceset që na presin dhe veçanërisht për sa i përket anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe shtetet serioze padyshim investojnë në kohën e duhur dhe jo kur është vonë. Faleminderit të gjithëve për gatishmërinë, mbështetjen, durimin shpeshherë, sikundër dhe për kushtimin e përditshëm shpeshherë jashtë projektorëve, po gjithnjë me shumë mirënjohje dhe dedikim. Rritja e angazhimit tuaj për sigurinë është një kapar për të ardhmen. Ne jemi krenar që jemi partner në këto përpjekje, gjithashtu dua të them që jemi teje të lumtur që të kemi mundësinë të kemi këtu ministrin, i cili ka qenë një partner shumë i fortë i Shteteve të Bashkuara në muajt e fundit dhe jam teje të kënaqur të shikoj këto sisteme. Ceremonia mori një domethënie të veçantë edhe për faktin se vjen në prag të largimit të tij nga detyra. Gjatë mbledhjes së fundit të qeverisë në Pallatin e Brigadave, kryeministri Edi Rama vendosi zëvendësimin e Vengu, duke ia besuar drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes Ermal Nufi. Kështu, dorëzimi i sistemeve ushtarake u kthye në një nga aktivitetet e fundit publike të Vengu si ministër, duke mbyllur një periudhë të shkurtër, por të fokusuar në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe në thellimin e partneritetit me aleatët strategjik. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është përzgjedhur me short elektronik trupa gjykuese që do të shqyrtojë çështjen ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoxa. Ata akuzojnë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Procesi pritet të nisë brenda 2 javësh me seanca të hapura për publikun. Trupa gjykuese do të kryesohet nga relatore Ëngjëllushe Tahiri, ndërsa antarët do të jenë gjyqtarët Alma Kodraliu dhe Rudina Palloj. Përzgjedhja u bë përmes shortit elektronik sipas procedurave standarde të gjykatës. Në të njëjtin fashikull penal, përveç Veliajt dhe Xoxës, përfshihet edhe ish deputetja socialiste Klotilda Bushka, si dhe disa biznesmenë organizata jo fitimprurse. Sipas hetimeve të SPAK, dyshohet se kryebashkiaku, i cili ndodhet në paraburgim prej shkurtit 2025, ka miratuar shpërndarje fondesh publike që më pas kanë përfunduar në organizata të lidhura dhe të kontrolluara nga bashkëshortja e tij dhe persona të tjerë të afërt. Ndryshe nga të pandeurit e tjerë, që gjatë gjykimit paraprak kërkuan shpalljen të papërdorshme të disa provave, Veliaj ka insistuar të njihet i plot me fashikujt hetimor. Kjo kërkesë krijoi një ngërç procedural dhe çështja kaloi për gjykim themeli pa u shqyrtuar pretendimet e tij. Nga shorti u përjashtuan gjyqtarët që kishin marrë pjesë më herët në fazat e hetimit paraprak dhe në seancat për masat e sigurisë personale për të garantuar panshmërinë e procesit. Tashmë pritet që brenda 2 javëve të ardhshme, trupa gjykuese të caktojë kalendarin e seancave dhe të nisë zyrtarisht shqyrtimi i çështjes në një proces që pritet të tërheqë vëmendje të lartë publike dhe politike. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar nga gjykata dënime për zyrtar dhe drejtues të Universitetit Bujqësor, përfshir administratorin Edmond Tërthoria dhe drejtorin e prokurorimit Amaril Dolleshi. Akuzat lidhen me tender të REM në vitin 2022 me një vlerë rreth 90 milion lekësh. SPAK kërkon gjithashtu pezullimin e së drejtës për funksione publike për disa prej të pandehurve. Prokurori Dritan Prençi ka kërkuar dënimin me nga 2 vite burg për drejtuesit e lartë të UBTS, administratorin Edmond Tërthoria, drejtorin e prokurimeve Amaril Dolleshi, si dhe drejtorët e fondeve Serafin Skenderi dhe Altin Murto. Për 2 zëvendësrektorët, Ilir Kapaj dhe Romina Kotaj, SPAK kërkoi dënime me 1.6 dhe 1 vit burg, të cilat do të konvertohen në shërbim prove dhe 150 orë punë në komunitet. Përveç dënimeve me burg, prokurori ka kërkuar edhe heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vjet për këta zyrtar. Ndërkohë,
për 15 persona të tjerë të përfshirë në abuzime me tenderat, SPAK ka propozuar vendosjen e tyre në shërbim prove, duke pezulluar dënimet me burg. Hetimet kanë treguar se gjatë vitit 2022, 9 procedura tenderimi janë kryer fiktivisht në një vlerë totale prej 90 milion lekësh të reja. Prokuroria ka zbuluar se dokumentacioni për fondet dhe specifikimet teknike ishte përgatitur në koordinim të plot me fituesit e paracaktuar, pa kryer analiza reale të tregut. Në grup janë të përfshirë jo vetëm zyrtar të lartë të universitetit, por edhe përfaqësues të firmave që kanë fituar tenderat me dokumentet falsifikuara. Çështja për 5 të pandehur të tjerë që abuzuan me tenderat, po gjykohet veçmas me procedurë të zakonshme. Ky proces pritet të sjellë vendime përfundimtare për një grup të madh individësh që akuzohen për manipulim të fondeve publike në Universitetin Bujqësor të Kamzës. Me kërkesë të prokurorisë së Fierit, gjykata e Fierit ka dënuar me 25 vite burg 2 persona të akuzuar për një atentat armatosur në Lushnjë. Ata u shpallën fajtor për vrasjen e rrethana cilësuese të mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Lajert Hasalla dhe Mariglen Matjani u gjetën fajtor nga drejtësia pas provave të mbledhura gjatë hetimeve disa mujore, të cilat dokumentuan planifikimin dhe ekzekutimin e një atentati të armatosur me rrezikshmëri të lartë për jetën e disa personave. Sipas organit të akuzës, Lajert Hasalla kishte organizuar sulmin për motive hakmarrjeje pas vrasjes së vëllait të tij, Romeo Hasalla. Për realizimin e planit, ai ka bashkëpunuar me Mariglen Matjanin, të cilit i ka kërkuar eliminimin fizik të kushëririt të tyre, Mario Hasalla. Ngjarja ndodhi më 30 mars 2023, rreth orës 16:00 në zonën e quajtur Pisha, në fshatin Garunj të Lushnjës. Sipas hetimeve, autori i dyshuar ka qelluar 11 herë me armë zjarri në drejtim të automjetit ku udhëtonte shënjestra. Si pasojë të shtënave mbeti e plagosur pasagjerja në sediljen e parë, ndërsa drejtuesi i mjetit arriti të largohej duke shtuar shpejtësinë. Prokuroria theksoi se atentati mund të kishte shkaktuar pasoja edhe më të rënda, për shkak të rrezikut që paraqisnin të shtënat në një zonë të banuar. Sipas dosjes hetimore, konflikti mes familjarëve ka nisur nga një mosmarrveshje për pronësinë e një toke prej rreth 2 hektarësh, e cila ndër vite është shndërruar në përplasje të dhunshme. Përplasjet kulmuan në vitin 2021 me një tjetër ngjarje tragjike, ku mbeti i vrarë Romeo Hasalla dhe u plagosën disa persona të tjerë. Me vendimin e dhënë, gjykata synon të japë një mesazh të qartë kundër krimeve të hakmarrjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit, ndërsa autorët do të vuajnë dënimin me 25 vite heqje lirie secili. Policia e shtetit ka zbuluar një tjetër rast të trafikimit të automjeteve të vjedhura nga jashtvendit në kuadër të operacionit Stolen Line. 2 makina luksoze me vlerë totale rreth 100.000 euro janë sekuestruar, 2 persona janë shpadhur në kërkim. Strukturat e policisë së shtetit kanë vijuar goditjen e rasteve të trafikimit të automjeteve të vjedhura, duke çmontuar një tjetër skem të futjes së mjeteve luksoze në territorin shqiptar për t'u tregtuar më pas në mënyrë të paligjshme. Në kuadër të hetimeve të operacionit të koduar Stolen Line, shërbimet policore sekuestruan një automjet tip Audi me vlerë rreth 50.000 euro, i cili pas verifikimeve në sistemet ndërkombëtare rezultoi vjedhur në Slovaki. Sipas të dhënave paraprake, mjeti ishte futur në vend me dokumentacion të dyshimt me qëllim shitje në tregun vendas. Po gjatë operacionit, u sekuestrua edhe një tjetër automjet tip Seat Cupra, po ashtu me vlerë rreth 50.000 euro, i raportuar i vjedhur në Itali. Edhe për këtë rast, hetimet çuan në identifikimin e personit të dyshuar që e kishte sjell automjetin në Shqipëri për përfitime financiare. 2 shtetasit e përfshirë janë shpallur në kërkim, ndërsa policia po vijon punën për lokalizimin dhe arrestimin e tyre, si dhe për zbardhjen e plotë të rrjetit që dyshohet se merret me trafikimin e automjeteve të vjedhura nga vendet e Bashkimit Evropian drejt Shqipërisë. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore, ndërsa autoritetet paralajmërojnë kontrolle të shtuara për të goditur çdo rast të ngjashëm. Gjatë vitit 2025, bashkitë në të gjithë vendin kanë miratuar rreth 1.160 leje ndërtimi me ndërtesa të reja. Vlera e përafërt e investimeve llogaritet në 74 miliard lekë, kryesisht në banesat 1 dhe 2 katëshe. Të dhënat janë publikuar nga Instituti i Statistikave dhe nuk përfshin leje të dhëna nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Sektori i ndërtimit ka vijuar aktivitetin edhe gjatë vitit 2025 me një numër të konsiderueshëm lejesh të reja të miratuara në nivel vendor.
Sipas të dhënave zyrtare, përgjatë këtij viti bashkitë kanë firmosur gjithsej rreth 1160 leje ndërtimi për godina të reja, duke gjeneruar një vlerë të përafërt investimi prej 74 miliard lekësh. Statistikat tregojnë se pjesa më e madhe e këtyre lejeve lidhen me ndërtesa banimi me 1 ose 2 kate, duke reflektuar një fokus më të madh tek ndërtimet rezidenciale në zona urbane dhe rurale, ndërsa projektet për struktura më të mëdha apo me funksion tregtar mbeten në numër më të kufizuar. Vetëm në 3 mujorin e fundit të vitit, nga 259 leje ndërtimi të miratuara, rreth 200 kanë qenë për banesa, ndërsa vetëm 59 për ndërtesa shërbimi, zyra, ambiente tregtare apo hotele. Kjo tregon një dominim të qartë të sektorit të strehimit krahasuar me investimet në biznese apo turizëm. Sa i përket vlerës së investimeve, shifra prej 74 miliard lekësh rezulton më e ulët krahasuar me vitin 2024, kur u regjistruan rreth 106 miliard lek. Megjithatë, ekspertët theksojnë se kjo rënje nuk mund të interpretohet drejt për drejt si tkurrje e tregut, pasi vetë metodologjia e raportimit nuk është e plotë. Në dokumentin shoqërues, Instat sqaron se të dhënat bazohen vetëm në raportimet e zyrave të urbanistikës së bashkive, ndërsa në procesin e miratimit të lejeve përfshihen edhe institucione të tjera qendrore, veçanërisht për ndërtime mbi 6 kate. Për shkak të mungesës së një sistemi të standardizuar raportimi nga të gjitha institucionet, përfshirë KKT në KT në SFA, statistikat nuk pasqyrojnë të gjithë panoramën e ndërtimit në shkallë kombëtare. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 28 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me alternime mes vranësirave dhe kthjellimeve. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira në zonat qendrore dhe veriore, ndërsa verilindja do të ketë më shumë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell në varësi të zonës. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:10 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 8 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat 8 deri në 15 gradë Celsius. Korç 2 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm me diell në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë e kthjellët, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të buta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:30 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 13 gradë Celsius. Kënderaj 1 deri në 13 gradë Celsius. Pej 5 deri në 12 gradë Celsius.
Prishtinë, 0 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 12 gradë Celsius. Perizaj, 1 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 13 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim në edicionin e ardhshëm.